Edhe pse profesioni i teknologjisë e informacionit, makinerisë dhe programimit të makinave me drejtim numerik rënditen ndër më të kërkuarit në tregun global të punës, interesi i nxënësve për të ndjekur këto drejtime në shkollën e mesme komunale Drita në Kërçov vazhdon të mbetet i ulët. Kjo problematikë është theksuar edhe nga profesori Ismet Feza, i cili theksoi se edhe pse këto profesione janë ndër më të kërkuarat, fatkeqësisht interesi nga nxënësit mbetet i ulët. Fatkeqësisht interesimi ka qenë i vogël dhe vazhdon të jetë i tillë. Ne mundohemi përpiqemi me mjetet që i kemi krijuar, kushtet që i kemi krijuar vetë, me mjetet që i pat këtu, mundohemi që sadopak të krijojmë kushtet e nevojshme që nxënësit të aftësohen në këtë drejtim. Fatkeqësisht e thash edhe pares, interesimi është i vogël, për qëllimi edhe i këtij incizimi të quhem është për një promovim të drejtimit teknik, sidomos drejtimit të makinerisë, se çfarë mund të mësojë një nxënës në këtë drejtim. Programimi i makinave me drejtim numerik është një ndër profesionet më të kërkuar sot në botë. Nxënësit, siç e patëve vetë, shumë lehtë mund ta kapin, domethënë mund të kuptojnë se si bëhet programimi i një makine me drejtim numerik. Ne këtu e kishim për një torno CNC, po mund të bëhet në mënyrë të njëjtë edhe programimi i frezove numerike, që është një trend, ta quajmë ashtu, një profesion që kërkohet me të madhe sot në botë. Edhe do të ishte e udhës që nxënësit ta kenë këtë parasysh dhe të mundohen ose të shtohet interesi për këtë profesion. Në këtë drejtim, televizioni Uskana ka xhiruar orën e praktikës së bashku me profesor Ismet Fezën dhe nxënësit me qëllim nxitjen e nxënësve të klasave të nënta që së shpejti do të zgjedhin rrugën e tyre arsimore, të zgjedhin drejtimet profesionale.